A ke vështirë me depërtu në treg në Kosovë? Sa pa të ndim në shta edhe prej babit, po një kësështë edhe prej bashkëpunëtorëve që i pas? Dim kom pas, jo me fat shumë, se e kom njoftu me një nxjerën tem që shumë ka një mu, edhe më ka njoftu me njerës shumë të mira, që tash edhe i kom label, jena të punu bashk. Po, kështu adin veç fat o kun. Familjen e ki në Gjermani, a në Kosovë? Familjen e kom në Gjermani, a mu kështu tash masim kanë mu këto, adin po ndrojnë. Ka njerë po m'vin motrat, ka njerë po m'vjen babi, tani mami. A ke vështirë me u adaptu me jetën në Kosovë, ke ardhë e vetë me, ndështa qatë periud familjen e ki pas krejt në Gjermani edhe me mësu me një jetis kej tjetër, po besoj u konë e vështirë. Aq ma tepër që me një moshë shumë tre. Pak po se edhe që po thua din 20 vjetë është, pa me të kallëzu drejt tjera shojnë si fmi hala me qëtë mosh, amo kështu edhe shoqënia e kom pasë në Gjermani, jom shku me ata në shkollë, u kom pak shtirë me ndryshu jetën, amo kur one me të kallëzu drejt si jom artë për shoqënia, as për adin veç jom artë për me arrit që ato që du me arrit edhe që ata e kom e njëru edhe pak që të sen që jom artë vetë. U duf me nejtë efort për me arrit që ato që po du edhe. Po du me të pytë për tregun në Kosovë, ka artista, ka shumë, ka të mirë shumë, po i kemi pa që në shumicën në gjandrëve të njëta, jo në gjandrë ose rap, ose gjandrët e ngjajshme që jemi mësu me ndëgju, po du me ditë qka po bjen ella. Qëto 12 projektet e tua që halon nuk i ke lansu, qka jetu punu, qka ka diçka që une po du me ditë qka ko me prit prej teje. Unë i lypit, unë kone artistat e ri, du thonë ku janë, pësë s'po dalin mo. Me të kallëzu drejt, s'kam as pash përgjigje, për që të cenë se unë si ella, nuk vetën adin, nuk e thome që jam qëtë stil, nuk bëjve që rap, që të cenë, po që shtash edhe ma herët, po kom qef, so her qesna i kongë, qatë shumë me ndryshu, që njerës nuk din qa po del adin, mi që dit me thonë ku kjo, tash u dojnë me një balat, ku tash me najfe rap, amo kongën e pare kom pos luje, tash konga e kom e kone qka komplet tjetër. Po pëlqen që ki emër s'kenek, ella, po pëlqen se menoj që shumë artista e bujnë që t'gabem që hynë me emër në vjemër të vetë, edhe ma ndejën shumë klishe, shumë të njejt me krejt. Po më pëlqen ella, ka vjen ella? A të kanë tirë ella? Ella pejt që unë kone vogël gjithë. Se une emrën tem është Ilca, amo kështu pejt që unë kone vogël. Ella dhe thash, që emër du të me lonë. Se është edhe diçka, po është edhe pak zdi kështu veçant, me të kallëzu drejt, se kështu në Kosovë, për shembull, kur te lyp Ella, s'ko kush del. Thash bile te marrë që t'emër edhe bëj veçant. Kush është një artist që të pëlqen shumë, që thu, 10-10? 10-10. Për mu... Kush do në botë? Dafi. Okej. Se Dafi edhe pak me të kallëzu drejt, pe bon qysht kisha pas edhe në qef me bu për vete, ndronë stilin, sërin veç një ven, bashkëpunimet i ka shumë të mira, qështu dhe une për vete kisha bu. Okej. Tu jetu në Gjermani, pe bojmë një farë krastimi në shta me tregu në Kosovë. Sa dëgjohet tregu edhe projektet muzikore të Kosovës në Gjermani? Ti po besoj ki pas shëqni që nuk kanë qenë shqiptar, sa në shta e munu me mja prezentu muzikën shqiptare në përgjithësi tregu ton aty në atje. Cila në shta janë konë komentet e ty në? Po, me të kallëzu drejt, shoqët e mija si në konë shqiptare, veç një shoqën ngusht e kam qërë shqiptare, amo këto s'kom pas që am i prezentu se dhe kam gu vetë, amo kështu shoqënjat që si kom pas pej Kosovës, sa herë janë ku me mund kërë gjithë, ja Dafi, ja Noize, ja diçka, adin s'ka pas najsen tjetër. Edhe, po kështu, tash ja kom nis edhe ndryshe me ngodin, afro po ngoj, frangjisht, pëndroj stilin, pak se është edhe dikun inspirim që për marrë për vete. Qata kështu pyç, ku nështë e merë inspirimin matë madë për me bu një projekt? Po, sa është bashkë që po thomë pe një ven, adin gjithë konë qam del mu, se unë po se po kam qef edhe mos me konë bashkë stilin e Kosovës, po me pru diçka shumë një, tre. Se nashta po kanë qef njerëzit, po besoj para një kohë nështë para se me hiti në këtë reg, ke hi nashta dhe ki hullumtu qka s'ka në Kosovë që me pru diçka pak më ndryshe? Po, fix. Edhe pak zonin, që jem edhe shumë faleminderit për Zotit, zonin që po di me ndryshu, adin, po muna me përdor në shumë mënyre ndryshe, që ata kur të ki zonin, e kur të ki idenë se fantazinë kom shumë të madhe,
që shtu në ashtë e ka një artist, adin që e ka dhe për familjes edhe kështu vetë,